Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë në Maqedoninë e Veriut, Fatmir Limani, është pritur në një vizitë kortezie në bashkinë e qytetit të Korçës. Kryebashkiaku Sotiraq Filo tha se bashkëpunimi mes dy vendeve fqinje është me rëndësi dhe mund të shtrihet në disa fusha. Korça është një destinacion i njohur turistik, kryesisht për turizmin vendas. Kemi një fluks në rritje edhe të turistëve të huaj. Një prej sfidave tona është të tërheqim më shumë vizitorë të huaj dhe të bëjmë të qëndrojnë më gjatë. Besoj nëpërmjet takimit të sotëm me ju, besoj do të kemi mundësi që të përpiqemi të vendosim disa ura kontakti edhe lidhje me operatorët turistik të Maqedonisë, me qëllim zhvillimin e këtyre paketave të përbashkëta. Ne mund të shtrim edhe në fushat të tjera, në pjesën e artit, kulturës, të sportit, të edukimit. Limani tha se veç fushës së turizmit, me interes do të ishin dhe fusha si arsimi apo sporti. Kemi biseduar mundësinë e hapjes një konsulate këtu, të emërimit një konsuli këtu, e cili do të na lehtësoj shumë këtë çështjen e jo vetëm zhvillimit të turizmit, por edhe të kulturës edhe gjitha digastereve drejtime të tjera. Le të shërbej ky takim, ky mundësi e këtij manifestimi të përbashkët, na i hap dyrët dhe shtigjet për bashkëpunim në zhvillim të gjitha sektorëve. Ndërkaq Filo ka ftuar ministrin Limani të marrë pjesë në çeljen e sezonit turistik me festivalin e karnavaleve.